Për të dytën ditë radhazi, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj u shoqërua nga paraburgimi i Durrësit për në gjykatën e posaçme të apelit për të përballur me dy prokurorët e çështjes Altin Dumani dhe Olsi Dado në seancën ku ai kërkon revokimin e masës arrest në burg. Seanca, e cila zgjati afro 3 orë, nisi me fjalën e avokatëve të Veliajt, që dhanë qëndrimin e tyre në lidhje me provat e reja që u paraqitën nga SPAK të martën, disa biseda të përgjuara gjatë kohës që Veliaj ndodhe në paraburgimin e Durrësit. Avokati Artur Selmani deklaroi në gjykatë se përgjimet telefonike, ku Veliaj fliste me familjarët e tij, nuk mund të merren si kërcënim apo intimidim për askënd dhe nuk mund të përdoren për të rënduar pozitën e kryebashkiakut, i cili kërkon një masë më të butë sigurie edhe përkundrejt garancisë pasurore. Në të njëjtën linjë me avokatin ishte edhe vetë kryebashkiaku Veliaj, i cili tha në seancë në përgjimet nuk ka asgjë sekrete, teksa kërkoi seancë të hapur për mediat. Nuk kam asnjë sekret në bisedat telefonike me familjarët e mi nga Gabina e Burgut. Më izoluat një muaj në burg që të gjeni prova të reja, mësohet të ketë ironizuar Veliaj. Duke përmendur sulmet e vazhdueshme të ish kryeministrit Berisha që po hetohet në masën detyrim paraqitje për aferën Partizani, Veliaj pyeti hetuesit dhe gjyqtarin e apelit të posaçëm Engert Pollumbi se çfarë gjeti Berishën që ofendoi SPAK dhe akuzoi si organizatë kriminale. Pse nuk u konsiderua prova të reja sulmet e Berishës ndaj SPAK, mësohet të jetë shpreu Veliaj. Pas kryetarit të bashkisë fjalën e mori dhe biznesmeni në paraburgim Elman Abule, i cili kërkoi masë tjetër sigurie, me argumentin se mungesa e tij po i shkatëron biznesin, ndërsa ka dhe arsye familjare. Fjalën e fundit para mbylljes së procesit e mbajti prokurori Altin Dumani, i cili kërkoi të mbeten të pandryshuara masat e sigurisë, si për Erion Veliaj dhe për biznesmenët e tjerë, tre prej të cilëve kërkojnë të hiqet detyrimi i paraqitjes, me argumentin se për hetimin ndaj tyre nuk ka asnjë bazë dhe provë. Pasi dëgjoi palët, gjyqtari Engert Pollumbi vendosi ta shtujë për të mërkurën në orën 10 shpalljen e vendimit. Erion Veliaj ndodhet i arrestuar që prej 10 shkurtit dhe akuzohet për korrupsion pasiv e pastrim të parave. Së bashku me të, gjykata ka caktuar masë detyrim paraqitje për bashortën Ajola Zoza dhe 5 biznesmen.